Pjesa e dytë e mbledhjes filloi lidhur me pikën për miratimin paraprak të listave të veçanta të pronave, ku drejtori Elsabah Gjurgjehalo, si drejtori drejtorisë së pronës dhe çështjes ligjore në komunën e Prizrenit, dha sqarime shtesë, duke i u përgjigjur pyetjes së kuvendarit Ilir Gashi dhe kuvendarit Selman Sokoli, ku pastaj kalohet tek votimi kësaj pike dhe me shumicë votash votohet kjo pikë për ndryshim për listën e veçantë. Do me thonë me shkrim prej MAPL-s që për shkak të organizimit të zgjedhjeve lokale, ky afat është shtyr prej 31 dhjetor deri në fund të marsit. Do me thonë këto, unë po besoj që e keni sqaru, po nëse keni nevojë edhe me dokument më ju sqaru, po besoj që ditëve në vijim mundemi edhe me ja prezantu dokumentin. Do me thonë, po ashtu, sikur t'ishte kjo, sikur qëndron të kjo që ka po thoni, atër në vendimin e MAPL-s do të cekej që na nuk mujmë me vazhdu matutje me procedimin e kësaj çështjes. Ndërsa MAPL neve na thot që brenda 30 ditëve të bëni ndryshimet e nevojshme dhe të na njoftoni neve. Do me thonë që vetvetiu vendimi nën kupton që është një proces në vazhdimsi, sepse sikur thoshte që ka qenë data 31 dhjetor dhe tash jeni jashtë datës, atër nuk do të na sugjeronte që brenda 30 ditëve të ndërmarrim disa veprime dhe të njoftojmë po ashtu MAPL-n për veprimet të ndërmarra, pasi që do të konsideroj se do të ishte një procedurë e përfundume. Për atë arsye edhe për ta elaboroj që do me thonë nuk shëndron ajo pjesë, pasi që edhe kanë edhe vendimin. Drejtori Islamu Kemeri paraqiti pikën lidhur me subvencionimin e transportit urban në komunën e Prizrenit, ku ai paraqiti edhe nevoja dhe arsyeshmërinë e këtij subvencionimi që duhet i bëhet një pjesë e kostos operative, duke kërkuar dhe përkrahjen nga kuvendarët. Si një hap shumë i rëndësishëm për herë të parë pas luftës, kemi arritë që qeverisja Shashir Todës të bëjë subvencionimin, lirimin e disa kategorive më të cilët sadopak do të ndihmon si për qytetarë që të ta shfrytëzojnë transportin, ashtu edhe për përmirësimin e shërbimeve në transportin urban. Qëllimi kryesor i këtij subvencionimi është përmirësimi i shërbimit të transportit publik, rritja e qasjes së qytetarëve në transport të sigurt, të rregullt dhe më të përballueshëm, si dhe mbështetja kategorive të caktuara sociale dhe institucionale. Përmes kësaj mase synohet që transporti urban të jetë më funksional, më i përdorshëm dhe më i drejtë për qytetarët, duke i ndikuar njëkohësisht edhe në uljen e ngarkesës ekonomike për familjet që kanë nevojë, zvogëlimin e përdorimit të veturave private, uljen e densisë së trafikut dhe mbrojtjen e mjedisit. Subvencionimi parashihet të bëhet për linjat të transportit urban, ku operatorët e transportit u kompenzohet një pjesë e kostos operative me qëllim që qytetarëve t'u ofrohet shërbim më i lirë dhe më i qëndrueshëm. Nga ky subvencionim pritet të përfitojnë kategoritë të caktuara si pensionistët, kategoritë e dalën nga lufta dhe familjet e tyre, personat me aftësi të veçantë, policia, ushtria, zjarrfekës, punëtorët e arsimit, shërbës civil, si dhe nxënësit e shkollave të mesme të ulët, sipas përcaktimit të vendimit. Do është një afat pak më preciz ku e keni parashikuar apo e keni bërë për llogaritjet kur do të jetë afati që edhe fshatrat do të fillojnë ta shfrytëzojnë këtë benefit. Me të vërtetë ju përgëzoj për këtë vendim edhe besoj që dekada e fundit është një ndër vendimet më të qelluara. Nëse ke qytetarët janë të barabartë, atëherë nuk mundet një pjesë me qenë pak më barabartë ose me pas më shumë të drejta se të tjerët. Me një pjesës i jep një privilegje, ndërsa pjesës tjetër qytetarëve që jetojnë nëpër fshatra, vetëm thoni se vëmendja komunës vazhdon të jetë me juve. Pra aty në vëmendjen, këty në subvencione. Duhet me mendu seriozisht edhe për nxënësit që votojnë nga fshatrat, për shkollim në qytet, por si duket kërkues s'po ka dëgjuar ose s'ka dashur me dëgjoj. Dhe sot vjen një vendim që është shumë selektiv, i pabarabartë dhe në mënyrë të qartë lë jashtë fshatrat për këtij subvencioni. Është e papranueshme që nxënësit që udhtojnë çdo ditë për shkollim në qytet me mbet jashtë, ku biletat e tyre vetëm për një drejtim shkojnë deri në 2 euro. Ky vendim ai përjashton banorët e fshatrave mos me shfrytëzu transportin urban në njëjtën formë, apo po e paraqesin që ashtu se nëse i shkon që ashtu, atëherë për një me kishte qenë diskriminues. Gjithashtu disa sqarime pak më të gjana se si ky subvencionim i transportit urban e stimulon shfrytëzimin e transportit urban. Lidhur me debatin që u diskutua,
pika nuk kaloi ky rendite. Lidhur me propozimin e vendimit për formimin e komisionit përgjithës në DK, ku i paraqitit drejtoresha e arsimit zonja Lulieta Veselaj Gutaj, kurse kuvendarët pastaj diskutuan se Sevilaj Hapqiu, Tafina Alishani dhe të pranishmet ishin 30 kuvendar me shumicë votash kalon formimi këtij komisioni përgjithës i DK-s. Ndërto me prodhime vendore.